që kritikon ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në Iran, kur edhe në Shtetet e Bashkuara ju si politolog, por kemi një ndarje polarizim të shoqërisë aty. Për të mos thënë që edhe tani edhe njerëz shumë të afërt me Trumpin, J.D. Vance, ishte kundër ndërhyrjes atje. Pra, mundet që njëri që artikulon këtë retorik mund quhet anti-amerikan. Gjoni, opinioni personal nuk më prish punë fare mua, po kujt do besoj përsa i përket personalisht dikujt. Në kuptimin që është kundër ndërhyrjes së Amerikës në filan vendin apo në filan tjetrin, apo ke ku e di unë opinion se edhe Rusia ka të drejtë në ndërhyrje në Ukrainë, po aq sa ka Amerika e gjëra të tilla. Çfarë do që t'jenë. Ne jemi duke folur për politikat shtetërore. E kuptoni? Jemi duke folur në nivelin e përgjegjësive të shtetit shqiptar, në përkufizimin se cilat duhet të jenë politikat ndërkombëtare që duhet të ndjek krahas aleatëve të saj shteti shqiptar për Shqipëria. Kjo është një përgjegjësi jo vetëm politike, por edhe historike. Mu s'më bëhet vonë fare se çfarë mendon për shembull Dritan Goxhaj në lidhje me Iranin. Po prej atij momentit që ti del në publik dhe thret për të dorëhequr, për ta hequr qafe qeverinë dhe për ndryshuar sistemin, ti ke marrë një rol tani në nivelin e politikanit. Ta bëni me mend tani, ne t'i japim pushtetin këtyre njerëzve të cilët janë kundër aleatëve tonë. Nuk është opinion personal më. Nuk kemi më në një opinion që po jep për media thjesht si njeri që po mendon. E kupton, si analist. Je duke folur për të marrë pushtetin. Je vënë në statusin e atij që kërkon pushtet, kërkon rrëzim të pushtetit dhe kërkon ndryshim të sistemit. Prej këtij momenti unë jam kundërshtar yt. Analiza jote mund ta dëgjoj me kënaqësi apo pa kënaqësi, mund të jem kundër, mund të jem pro, nuk ka asnjë problem. Prej atij momenti që ti kërkon pushtet dhe kërkon ndryshim të sistemit, aty ke dalë si kundërshtar politik dhe nuk të japim ne shtetin shqiptar që ti të jesh pro Iranit apo të jesh pro Rusisë. Ke kaluar në një fazë tjetër. Dhe në këtë aspekt nuk ta lejoj. Si analisti mund të thua çfarë dush. Si status të atij që kërkon pushtetin, prej statusit të atij që kërkon pushtetin, këtë më vjen keq, po unë jam kundërshtar yt më i madh. Sepse unë nuk do jem me Iranin dhe nuk do jem me Rusin dhe e di se cilët janë aleatët tonë, e di cili është vija jone domosdoshme si shqiptar për të mbajtur karshi BE-s, NATO-s edhe aleatëve tonë amerikanë. E kuptoni, nuk e di isha i qartë se ku është dallimi. Dhe drejton Goxhaj apo kushdo tjetër, në opinionin e tyre personal, në pakënaqësinë, në anti-amerikanizmin e tyre, në antidemokracinë e tyre, në antikapitalizmin e tyre, në rregull janë, në kuptimin për mua le të mendojnë çfarë dojnë. Edhe Albin Kurti si njeri personal, si njeri privat, apo Enver Dugolli, apo ai tjetër, Elvis Hoxha, ku e di unë se kush, le të mendojnë çfarë duan. Prej atij momenti që kërkon pushtet, me këto mendime, më vjen keq, po jam kundërshtar yt më i madhi dhe do të luftoj sepse ti po prek drejt për drejt interesat e shtetit shqiptar, të Shqipërisë dhe të ardhmës së saj. Lutem nga përgjigjja juaj më lindi dhe një pyetje, më lejoni që ta bëj zjata shumë, ju kërkoj ndjesë. Tani ajo që artikulohet është gjithësisht që artikulohet dhe ju që në këtë protesta shikoni dorë të huaj aty. Tani unë kam këtë pyetje. Ne para pak vitesh, 2-3 vitesh, 4, ishim në një situatë ndoshta ndër më të mirë në Ballkan. 4 kryeministra shqiptar. Tani vinë në situatën që rreshtimi është i tillë. Në njërin krah kemi Partinë Socialiste me liderin e saj Edi Rama, Ali Ahmeti edhe nuk mund ta them tani pozit apo opozit në Kosovë, por Pakica.
po i referohem zgjedhjeve të fundit. Kurse në krahun tjetër është vetëvendosja, Partia Demokratike edhe pjesa që është në qeveri e Vlenit në Maqedoninë e Veriut. Tani ka më shumë shanse që këta dora e huaj nga jashtë tjetë e populli të këto protesta, apo tjetë e liderët që ne përfunduam në këtë situatë që jemi tani me këtë rreshtim, me këtë përplasje mes vëllezërve. Sepse edhe mbrëm, për të mbështetur këtë, kishim një reagim të Ali Ahmetit edhe reagimi i Partisë Demokratike në Shqipëri ishte i fortë, duke akuzuar si të korruptuar. Pra që sipas tyre po mbështet qeverinë, pra të shkëputet heq dorë nga ajo që po ndodh Tiranë, po të shikoj gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut e tjera që i rreshtonte Partia Demokratike. Pra kemi përfunduar në këtë situatë. Shikoni, nuk besoj se kemi përfunduar në këtë situatë, ne ishim në këtë situatë sepse ndajmë dy vizione të ndryshme të botës. Mund ta kujtoni kohën e Fatosnanës me Partinë Demokratike në Kosovë dhe LDK, në cila ishte pro Partisë Demokratike të Sali Berishës atë botë. Pra janë dy vizione të ndryshme të botës, dy vizione të ndryshme të kombit shqiptar. Dy vizione të ndryshme ideologjike edhe në kuptimin se nga do ecim në këtë pjesë apo në këtë pjesën tjetër. Dhe kjo po vazhdon, është një vazhdimsi. Sot në Kosovë kemi një fuqi neofashiste, sepse Albin Kurti, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë pse quajnë të majt, është fashist në plot kuptimin e fjalës dhe atë i përdor jo vetëm metodat, por ka një qasje të tillë dhe e kam thënë nuk është hera e parë që po e them dhe argumentoj këtë deri në fund, po s'kemi kohë këtu. Dhe të gjithë këta njerëz të cilët e kanë një vizion të botës, nuk e duan progresin, nuk e duan zhvillimin, nuk e duan shoqërinë moderne, është e qartë për shumicën prej tyre, nuk e duan shoqërinë e hapur, është shumë e rëndësishme ta thuash, dhe nuk e duan kuptuat debatin apo mendimin ndryshe. Thotë duan kontroll mbi mendjet. Dhe kemi pjesën tjetër të kësaj Shqipërie, ku bëj edhe unë, që janë për një shoqëri të hapur, janë për një shoqëri moderne, janë për një shoqëri liberale, janë për një shoqëri, se nuk do ta diktojmë ne, po kapitaliste, po të kontrolluar në kuptimin që të ketë një barazi me gjitha të shoqërore, gjitha këto, janë për meritokracien e tjere tjere. Dhe tani, Ali Ahmeti, Edi Rama, Ramosh Haradinaj, pavarësisht dallimeve të tyre, apo Hashim Thaçi e tjerë, janë në këtë grup. Nga ana tjetër, e ke Albin Kurtin, i ke ata të Vlenit, ku e diun që në fakt apo në Shqipëri Partia Demokratike, megjithse Partia Demokratike është diçka tjetër, sido që tjetë, që mos ta cilësojmë deri në këtë mos, po i ke këta të cilët janë me një fjalë kundër kësaj Shqipërie e cila futut në integrimin, sepse mund t'i dëgjoni edhe deklaratat e tyre, do thonë ne jemi për të futur në BE. Nuk duan të futen në BE, nuk ju intereson integrimet euroatlantike, nuk ju interesojnë faktikisht marrëdhëniet me Amerikën. Po mirë zotni, po me kë do bësh marrëdhënie? Se këtu shtrohet pyetja, se ne nuk kemi superfuqi botërore. Nuk është se jemi të padijshëm. Nuk është se edhe ne nuk kemi ndonjëherë opinion ndryshe, po me kë? Se o bëre me Amerikën, o bëre me Rusinë. Nuk e ndërmjetës. Këta janë hegemonët, se quhen hegemonët në marrëdhënie ndërkombëtare sot për sot. O jenë në njërin pol, o jenë në tjetrin. Dhe lufta për hegemoni botërore që po zhvillohet, ti duhesh të kesh pozicion si popull shqiptar dhe si shtet shqiptar. Dhe këtu na ndojnë neve, po ndasit do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë. Ajo puna agjenturave të huaja, po më ka agjentura në të gjitha anët. Dhe ne ato agjentura shtyjnë, nxisin, financojnë, organizojnë opinion ndryshe. Gjë që faktikisht e bëjnë edhe nga krau tjetër. Jemi në këtë luftë, jemi në këtë betejë dhe pozicioni im është kundër këtyre njerëzve. Kudo që t'jenë, janë në pushtet apo janë në opozit. Po
unë jam në këtë rast me Edi Ramën, sepse i përkas këtij vizioni të botës dhe i përkas këtij vizioni të Shqipërisë. E kuptoni ku qëndron. Prandaj e thash më herët që opinionet personale të njerëzve private nuk më shqetësojnë, sepse në fund të fundit të gjithë mund të kemi. E kemi biletë ndryshme ndonjëherë edhe nga ato që i paraqesin. Edhe Edi Rama, unë jam i bindur që her pas here apo Ramosh Haradinaj është i detyruar që të marrë një pozicion, sepse është në rangun e përgjegjësisë së tij si kryeministër, si politikan dhe jo si njeri personal. Se unë që jam në politikë, ndonjëherë në aspektin personal do të isha më i ashpër apo më i butë, apo ku ta di unë sipas personalitetit që kam. Mirë, po unë po flas në rangun e përgjegjësisë që mbaj si person publik. Dhe unë i akuzoj këta njerëz dhe i kundërshtoj si persona kur marrin statusin e personit publik dhe kërkojnë pushtet. Nuk vjen në pushtet dhe nuk ta lejoj që të vish në pushtet me mendime të tilla. Si person, në kuptimin, mendo sa të duash, mund të flasësh, ke të drejtë në rrjetet sociale, në media etj. Si person publik, aty pastaj kemi probleme sepse nuk ta lejoj që Shqipërinë të marrësh me një fjalë që them më herët në politik, të bësh vendimarrës me një kokë të tillë, apo me një mendësi të tillë, apo me një vizion të botës që ke. Zoti Bistimi, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Unë të falenderoj shumë për mendimet që ju ndat me publikun tonë. Jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë për juve dhe gjendemi shpejt sërish me siguri.